kuptu personin tjetër, ti nuk mund të vazhdosh një raport, as shoqërie, as dashurie, as kurfar lloj raporti pa qenë mirë kuptimi, nuk ka raport, a kupton? Duhet me pas mirë kuptim. Sa gjana, nëse ty t'intereson me pas afër një person, sa gjana të vogla, cilat janë gjana të vogla, duhet me i përbi, edhe kur diskutu ose me debatu për gjana të mëdha, gjana serioze. Ato ja vlen. Jo në fillim kur jetu e njoh një person, mu ka çdo gjë të vogël, a kupton? Ja, do të jetë e vështirë. Këtu, në fakt janë 20 veta. Edhe më krijojnë situata, keq kuptime, amësime, gjithë ditën bëhet akoma më vështirë. E çik siç ke ti pasiguritë tua këtu. Kam unë ato të mia të ty. Po në rregull. Kur shofshin ndërhyrjen edhe 100 veta. Po në rregull. Pavarësisht çdo gjëje, ti ke lojën tonë, unë kam lojën time. Unë raporti me ty nuk e çuj lojë. Po nëse unë tash bëj 3 vetëm me ty, flas vetëm me ty dhe mos 3 flas me askë. Ti po duhet të ulesh po fol me Rogetin, pse po ulesh pse ti të fol me tonin, tani atë unë gjana që i flas sa herë këta kanë mësuar të raporti jon gjithmonë do ta mbroj raportin ton gjithmonë, nuk diskutohet ajo gjë, nëse ti do shohësh një video ku nuk e ka mbrojt raportin ton, atëherë mundesh me më thonë ti je gënjeshtare, ti je rëndse, ti je kështu. Po unë jam e lirë të flas me gjithë këto dhe mund ta vendos vetë me këtë flas me kë mos flas. Po sa i përket raportit ton që s'ka të bëj me lojën, unë gjithmonë do ta mbroj dhe gjithmonë do jem ajo që do flas mirë sepse kam një gjë të mirë në mendje për ty dhe do flas gjithmonë mirë se janë këto gjëra që i mendoj për tani. Kështu që lutem, edhe unë kam pas debate pafund me Inën, debate pafund me persona që ti ke ne tërkohën, por nuk ka problem. Me këtë bisedë më dhe këtë do t'jen da. Jo, nuk ka problem. Jo, kur ke një pyetën ti nuk më pyet edhe unë kur ke shumë mërzitshëm që aty veç desha me plej që vetë gjumi se ndryshe nuk më qetësona, aty nuk ke nevojë fare të më pyesësh se aty unë mbaroj punë. Unë mendoj se ishte mërzit me mua, por shkak çfarë mund të kishe fol me këta. Po, akoma më keq se ti pyetëm nëse mendon se jam mërzitur me ty, ty çka ke pse je mërzitur me mua. Nga ta di. Jo më vëzdis thjesht fakti që mund të jemi këta persona me bisedu me ty. Edhe më ke leju që ti të lesh aftësinë me fol për mua. Ti mendon që unë shkona dhe lejona për ty në më bë më mendon gjana për ty, a mendon se ndikon për ty? Po di kur shati edhe bëma atë ças mendoj. Ti mendon se ndikon për ty nëse ç'a mendojnë këta? Kur me fol 20 veta në ditë. Po Mateo, unë të kam thënë, mu më vjen keq për gjërat që këta ti thënë ty, më vjen shumë keq dhe një na keq, edhe gjithmonë i sulmoj dhe të mbrojnë këtë gjë se më vjen shumë keq kur ti them këto gjëra. Po unë për vetë përballoj gjërat dhe në asnjë moment nuk ndikon për këtyre, se mund diku për këtyre, unë s'kisha vazhdu fare raporti me ty, nuk kisha vazhdu fare me fol me ty, edhe isha ndiku për këtyre, po nuk ndikona fare nga fjalët e tyre, dhe nëse ti do shohësh një video ku unë jam ndiku, atëherë mund të thosh ndaj gjë, unë nuk jam ndiku në asnjë moment, po ti nuk mund më thosh pse ule të folë me ata, pse ule anë, pse kënej, edhe nëse ata janë kundër raportit ton, sa herë të hapet eva jon, unë kam i kundërshtu, po nëse unë duhet bëj muhabet njerëzor me një person, jam e lirë ta bëj se në këtë shtëpi kam prapë se prapë lojën time, edhe nëse kam një raport mirë me ty, kam prapë se prapë lojën time, siç e ke ti lojën tate dhe kur i ke ato momentet me diskutu, tu po shkoj po debatoj dhe unë s'kam gjë. Kur i kam thënë artani që kam dhënë përgjigje, kam thënë në qoftë se ajo të ka leju me bisedu për marrëdhënien tonë, ka po shumë gabim. E ne kam cek, si kjo të punë, në një zëndarë. E di unë që e kam thënë për raportin tonë, Mateo, mund dalin edhe video, të shef edhe aty që kam thënë për raportin tonë. Si që ka bërkena dyshimet e veta, gjithë gjatë e veta, e në më ta tu mrena i gjen imi mendimin kohë. Po në rregull, po nëse ti unë personalisht të njoh ty, unë për shembull besim ty s'kam, po unë besoj që ti nuk ndikosh nga fjalët e tyne. E ti të paktën nëse nuk e beson këtë gjatë e unë nuk di çfarë them aty. Ti nëse mendon se unë ndikom nga fjalët e tyne, atëherë unë di çfarë them. Indirekte më çelë. Jo, as njeriu edhe ti fundi. Unë jam person i fortur edhe këtë bota më çukon, ndër unë nuk ndikon ale më pe 20 persona këtu mbrana se çam them me ty unë ndikum pe tyre unë s'do të rrem ty fare. Ti aje të bëj gara, unë dikum për i tyre s'kisha nejt me ty fare. Unë s'më intereson fare menimet e tyne, më intereson menimi familjes ta, më intereson menimet e mija, që mendoj unë, edhe deri me i farpike dhe menimet e tua, deri me i farpike. Po menimet e këtyre s'më interesojnë fare, mund zerë. Deri me i farpike. Le, të lëmë si ti, tashi, po që thjesht ta kesh kuptu.
kisha pas shumë